ju shkoj në vesh të shurdhër zyrtarëve të zërejës. Në mënyrë të njëanshme, bordi skandaloz i zyrës e regulatorit për energji vendosi në emnin e qytetarëve të Republikës Kosovës pa i pyetur dhe pa i marrë konsiderat komentet e tyre. Ata sot nuk e përfaqësojnë dhe nuk janë atje për ta rregullu aspektin energjetik në Kosovë, por janë atje për ta dëmtu edhe më tutje standardet e qytetarëve të kësaj republike. Edhe njëherë, nga sheshi Zahir Pajaziti, ne ja qojmë një selam që këta qytetarë që janë sot këtu, ata që ishin me datën 5 prill dhe shumë mirat të tjerë, qindra mirat të tjerë, e kanë dhënë përgjigjen dhe përgjigja e tyre është e qartë. As një cent ma shumë. Ekspertët e grupit kanë fillu përgatitjen edhe të padis. Këto ata po bazohen në rrugat veta, valla së shtrenjtë. Jo valla është shtrenjtë për një pjesë të popullit, mas popullit për një 75% janë për toke, me çdo çmime. Çka për llogarit rrugë 350 euro nëse e ka. Të me punu në Prishtinë gjysë e shkon për autobus. E me hangër diçka, pa hangër pa pisë koqare. Një po qetë cigare, u kry puna. Mjerim. Që kjo që shtu shtrejtim e rrugë të pak, kun me sa kërkun sa. Nëse se tja, kjo rrugë së këmë social janë. Ka u shdosh me darë këtë si gjithë popullore, sepse na po prodhim rrujmë për na shesin, na peshesim rrujmë në malirat, këta këtë si për na qëtë mashtrajnë. Jënë lodhë populli, me 120 euro penzion, 70 euro i pagun rrujmë, qka jesin aty? Vëlloj jetë për pa darë këtë populli së të morin vesh. Për pa darë këtë gjithë popullore dhe me janë zonë dhe mi ngullë vesh së morin ta. Ja, absolut. Snin ta heq, edhe këtë qeveria i ka fojt. Mësë më paskun Albini mi thonë kërë që këshirë rrej, që këshirë gëtëzu.